Dështimet në drejtësi janë shumë të mëdha. Prioriteti i parë është çështja e gjykatës speciale. Përndet për ftesën është kënaqësi që jam këtu për të prezantuar programin e Partisë Demokratike të Kosovës sa i takon fushës drejtësisë. E para që duhet të them para se të them pikat e programit tonë është që është gabim të ndërtohet një standard ku ne dalim direkt për të prezantuar programet tona si parti, pa e bë kritikën paraprake për ata që kanë qeverisë. Edhe shpresoj që gjatë këtij misionit kemi rast sepse kështu ndërtojmë një standard të keq ku qeverit nuk dojnë llogarie. Ne kemi një qeveri që ka nejt 5 vjet në pushtet, edhe dështimet në drejtësi janë shumë të mëdha, edhe ato duhet besoj diskutohen. Cilat janë prioritetet e PDK-s? Programin tonë për drejtësi, prioriteti i parë është çështja e gjykatës speciale. Ne do të miratojmë një rezolutë në Kuvendin e Kosovës, me cilën do të kërkojmë që procesi në Hag të kthehet në binar normal të një procesi drejt. I kemi evidentuar gjitha shkelet dhe njerëzit i kanë pa shkelet, dhe pashtu do të marrim gjitha masat dhe përpjekjet tona diplomatike dhe tjera ligjore që ai proces të kthehet në binar normal, sepse ajo që ka ndodhur atje është shkelja standarde minimale të gjykimit drejt. Mbajtja 5 vjet në paraburgim, marrja prova përmes shërbimit sekret. Moszbatimi i parimeve themelore të drejtësisë, që është rasti i parimit të zbatimit të ligjit më të butë. Ndërkaq sa i përket gjyqësorit brenda Kosovës, ne do të rrisim numrin e gjyqtarëve, do të rrisim numrin e prokurorëve, do të rrisim numrin e bashkëpunëtorëve profesional dhe do ta digitalizojmë sistemin e drejtësisë ashtu që të ketë sistem më efikas i cili arrin të zgjidh këto lanë të grumbulluara ndër vite të cilat janë më mira. Dhe në këtë numër të madh të lanëve një kontribut të madh ka pasur edhe fakti që qeveria nuk ka përmbushur obligimet e veta karshi detyrimeve që ka pas ndaj komunave edhe mësimdhënësve rreth kontratës kolektive dhe është e pabesueshme që mira land janë krijuar për shkak të asaj. Kjo më besoj do të ndihmoj që sistemi i drejtësisë të jetë më efikas. Digitalizimi është një fenomen global sot. Në Estoni, për shembull, keni një studim të botuar në Oxford ku kanë themeluar ato që quhet gjyqtari robot, që zgjidh disa land është përcaktuar që deri në $10,000 të zgjidh gjyqtari robot. Unë nuk them që ne jemi në atë fazë, po ne mundemi që seancat mohen me video, me audio, edhe plot gjëra tjera të ketë komunikim elektronik. Faleminderit.